Hajde po vazhdona në drejtim të qytetit. Jena nga stacioni. Vende ku të ndeni kamionin shtru poligonit. Poligonin e oshtruana në poligon tonë atje të autoshkollës, mirë po këtu kena në shtru provimit. Momentin që kena kalu poligonin të në po vazhdona në drejtim të qytetit ose rrugëve publike sepse kena fitu të drejten. Veprimi parë që duhet të respektuar shenjës të. Hajde vazhdo. Tash kena me shku në shiritin e fundit, shiritin e majt, për me vazhdu djathtas, sepse nëse futemi në shiritin e dytë, nëse kyqemi në shiritin e dytë, atër është vija plot deri atje dhe nuk na lejen mund dalje, vetëm nëse shkelëm vijën e plot, që është gabim teknik i atyre të cilët e kanë projektu këtu vija. Momentin që na dalë pej provimit, do të thotë pej poligonit, do të thotë hypjone, hyp egzamineri, të tregon se ke kalu poligonin me sukses, e ke fitu të drejten për me shku në rrugë publike, me vazhdu në rrugë publike ose në qytet, vijen rrugën ose marshutën ta tregojone, kur tam djathtas, kur tam majtas, kur tam drejt, në përjashtim, nëse ka dale, në përjashtim të atyre uzgryqev, të cilët të tregojnë me shenjë të obligimit më këty majtas ose djathtas, ata nuk flasin. Do thotë po përgatitem tash orë të fundit, po përgatitem pak më tepër. Pra të tani na dal prej hajde vazhdo djathtas, tash në rrotullimin e radhës kena me vazhdu djathtas ose dalja e parë. Pse po tham djathtas ose dalja e parë? Hajde. Sepse do thojnë dalja e parë, do thojnë djathtas, domethënë dallojnë. Terminologji dallojnë. Dikush i thot shiret, dikush i thot kursi. Dikush shpesh ai mund të thotë të trak, traka parë, traka dytë. Po na e përdorim zakonisht në shiret. Domethënë na dalë poligonit, po mundom gjatë këtij një orëve me mësu vozitjen e bazë të rregullave dhe shenjave të komunikacionit, të cilët në bazë tyne edhe na kena me kry vozitjen. I kem mësuar në teori, vozitja kryhet në bazë të shenjave dhe rregullave që janë të parapara. Tash qysh në bazë të shenjave, tash e shohim shenjën atje që është shenja për vendkalim për këmësor, edhe duhet me pas kujdes se ka vendkalim këmësor, duhet me mu kujdes me këqyn bjond, a ka këmësor apo s'ka këmësor. Nëse s'ka këmësor, vazhdojna me vozitje me kujdes. Tash përvreni pengesë që kena përpara, e jep treguesit e përcjell pasqyren e majt, kondin e vdekur. Prap djathtas pasqyren, nuk është mirë ten. Mos u kujt. A di çfarë është kondi i vdekur? Po. Hajde. Pjesa këtu në çosh. Jo. Kondi i vdekur është shikomuar. Të çka pjesa të djathtas ose pjesa majtas në tonë të njëjtin vend. Çka do të thotë që nëse na kena një pengesë, për shumë një pengesë na duhet të bëjmë planifikim paraprak. Çka do të thotë ky planifikimi paraprak? Për shumë pengesën e jep treguesin, i kshy pasqyren e mesën pa herë, i kshy pasqyren e jashtme, edhe e kthe kryt kondin e vdekur. Tash përmes çasoj pasqyres na për shumë, a ka kerr apo s'ka kerr, apo dalim apo s'po dalim. Por nëse na e vendosim që s'ka kerr dhe po duhet na me dal, mjafton vetëm me kryt një herë me këshyr kontin e vdekur, nëse ka ndaj kerr që është shumë afër që s'ta ka pasqyrja. Çatëherë e jep treguesin edhe del për shembull. Domethënë për çata duhet këtu veprime mi kry pak më herët e jo në momentin e fundit me shku te pengesa, më nal, mi kry veprime tani me dal, sepse mundet me pas qarkullimi pak më i madh në disa rrugë, sa që mos me pas tani mundësi të mjaftueshme me dal edhe shkaktojmë kaos në komunikacion, shkaktojmë vonesa, shkaktojmë pengesa, bëhen kolonat. Në rrotullimin e radhës kena me vazhdu djathtas. Tash mi që jep treguesin djathtas. Hajde. Vazhdojmë me kujdes. Tash përpara kena busin, që ja ka leju më nalë mes të rrugës, në pjesë të stacionit, e kena kalu vendkalimin, hajde vazhdo me kujdes.
e anashkalojmë, nuk pe te kalona, pe anashkalojna sepse ky është nal, nuk është në lëvizje. Edhe vazhdojmë drejt. Qka duhet me pas kujdes tash në qitë rrugë? Ten. Këmsort. Muj me dalë këmsort edhe pa vendkalim. Pëzo shambull, apo ki pamje të mjaftueshme para qasoj kamionetës, ose para pick-upit, ose në mes aty në dy kjerëve atë, ju, qka do të thotë, qa të mundet me dalë një këmsort? Kështu që duhet me pas kujdes, me vështru komunikacionin në të dy anët. A është në rregull me dalë një këmsor që të, ju nuk është në rregull. Pa marrë parasysh ju takon për parësia këmsorve, nuk do të thotë që edhe ata i kanë disa përgjegjësi të cilat duhet me i zbatu. Por tash, a kena drejt na mund me shkel qatë këmsor pëse s'u dalë në vendkalim? Jo, s'kena drejt, por që ata duhet me pas kujdes, sidomos te çka pjesa se është zona shkollë, mund me dalë në zancat. Sa ke zona që sajt e vozitjes? 14. No, 14 do peq atje. Që sajt është 30, sepse është zona shkollë. Por, a kem fajnë që tras nëse se kena po tabelen? Ju, sepse është shumë më shefur tabela mas në pëmës. Kur të kthehëm në vijen tjetër, kena me vrejt zonën tabelen ku na tregon që zona 30 deri te kjo pjesa këtë, po është shumë më sheft edhe problem. Beli që tash kanë rro pak gjethen, se kur janë me gjethe verës, nuk shihet shanja heq. Nuk shihet që vërejta hezë vëllë. Nuk shihet. Por duhet më fokusu, për që ata nëse fokusohesh në shenja, se për momentin deri që tash kena vozit në bazë të shenja, nëse i fokusohem në shenja, normal që se cilën kena me vrejt. Bashta. Bashta. Qëtë nuk e di pse e nalë. Jo, ti mi ke vëzit. No, nuk e di pse unale. Tani masi unale ti, instiktet e mia e kanë alë, por nuk e di pse unale. Jo, unale për unë e këmsurit, pak mi jop ko. Nuk e kom vrejtin pjesën, pas ka ik, hajde vazhdo. Kena me vazhdu djastas. Ten. Hajde vazhdo, nisu ka dale. Shko ty kësi. Hajde nisu. Hajde vazhdo. Kyqë me njerë mas. Makinës e kaltërt. Po vazhdojna në rrotullim në drejtim të Mitrovicës. Tash, unë po tham në drejtim të Mitrovicës, ma herët u kon shenja, apo she shenja i kon në drejtim të Mitrovicës? Jo, për këtë arsye një vrejtje shumë madhe, persona përgjegjës ose institucione përgjegjëse të cilët nuk kemi mbajnë mirë rrugat me shenja. Tash që që nuk dina ana kur çfarë orientimi na vetëm po hyjmë se s'dim kur çfarë orientimi ka duhet na me shku. Sepse para këtë rrotullimit duhet me kon shenja me dalje të cilët të tregojnë për se cilën dalje tregon se ku duhet na me shku. Por tash na për detyrat që rrugës me një mënyrë edhe pa shenjë e dina drejtimin e Mitrovicës. Kena me daljen e 4 në drejtim të Mitrovicës. Përvrejnë vetëm një shërit për kyqje. Po, mirë. Tash, ku t'hina në rrotullim i kena 3 shërita. po. Na kena me marrë fillimisht shëritin e parë, dhe sa ma shpejt me kalu në shëritin e dytë ose shëritin e mesit. Hajde. Mirë, dhe shëritin e mesit. Kena me daljen e 4, të shëritat ka me dhonë një sqarim pak ma vaj. Tash që kjo është dalja e parë. Për daljen e parë, daljen e dytë e marrëm shëritin e parë, me rregull.
Po. Shiritin e dytë e morëm për daljen 3, 4, 5, ose edhe nëse ka dalje ma shumë. Tash, që kjo ke dalja dytë, hajde vazhda. Nëse është dalja tretë, kjo vetëm hyrje nuk gjihet, që kjo është dalja tretë. Tash, te dalja tretë, vazhdo në kujdes, hajde, që të pare. Vazhdo me kujdes. Hajde. Na kena me dalë në daljen e 4. Dalja 4 janë 2 mundësi. Na kena me një mundësinë e parë. Mundësia e parë është të jena në shiritin e dytë. Hajde vazhdo në për shiritin e dytë. Të pare. Hajde vazhdo në shiritin e dytë. E jep treguesin për dalje. Këqyrëm djatha se ka mundësi me hyrë të një kerë në shiritin e dytë. Prej shiritit e dytë në shiritin e dytë. Vazhdo në drejt, e rritëm shpejtësien, hajde vendosën të rejten, treguesin, pasyren, vija e plot, jo, e ndërprejne, kur do t'na vjen mundësia, dolëm në shiritin e djathtë, pasyren kondën e vdekur e bërcile, dolëm në shiritin e djathtë sepse me rregullore, do thotë sipas rregullave të Republikës Kosovës, vëzitja mundësohet vetëm në anën e djathtë. Shiritin e djathtë. Shiriti e majtë është vetëm për anashkalim. Te i kalim edhe brenda qytetit për rrështime. Shiritat, se shpeshherë më thonë ja, e ke po gabim në për vetë jo shiritin e parë. U du në shiritin e parë është për këthim gjysmë rrethore rretjet e tjera. Shiritat nëmrojnë për anës djathtë. Që ky natë jena është shiriti i parë, ai tjetër është shiriti i dytë. Apo e kitë djathtë. Tash çështja janë këtë po mirë e kina. Edhe për zë shembull, në udhkryqin e radhës ose në rrethotullimin e radhës kena me vazhdu djathtas. Dalja e parë në bazë të shigjetës, në bazë të shenjës në drejtim të qendrës ose dalja e parë. Hajde, vendose, ngadal. Hajde, vazhdo. Kritikat e tjera na për komente ten po më japin edhe në rreth rrotullime ku po tham me vendos në shpejtësinë e parë. Na dina që në rreth rrotullime shpejtësia është deri në 40 km/h. Muna me. Çka do thotë 40 km/h na muna me edhe me tretën. Por shpejtësia, sidomos na për fillestar, na duhet më përshtat shpejtësisë edhe strukturës e komunikacionit. Nuk muna tash është me tretën edhe me tretën me hinë rreth. Po hina me dytën nëse është nevoja edhe me të parën. Në bazë të shenjës, rreth rrotullimi i radhës kena me bëni kthim gjysmë rrethor. Mos u gojt. Për me bë kthimin gjysmë rrethor, na duhet me kalu në shiritin e majtë, sepse kthimi gjysmë rrethor bëhet vetëm nga shiriti e majtë. Hajde, pasyrën e mesit ta ke qyrë po. Hajde, kondin e vdekur kalona në shiritin e majtë. Bravo, ke kryer të gjitha veprimet me rregull. Pasyrën e mesit, pasyrën e jashtme, kondin e vdekur, treguesin edhe kena dalë. Tash, kena mu sill në për shiritin e majtë. Për zë shembull, çka është ky kthimi gjysmë rrethor? Na thirr Arjoni hajde me pi kafe. Ose unë ti po dal për me pos pak më të qartë. Kujdes na kena përparësi, hajde vazhdo. Por gjithsesi nuk duhet me insistu nuk duhet me insistu në përparësi. Sepse ka të atil të cilët nuk i respektojnë ose nuk i din rregullat. Hajde e jep treguesin, pasyren kondin e vdekur, dalëm në shiritin e djathtë edhe vazhdo në atë. Çka ke kthimi gjysmë rrethor? Po dalëm unë ti me pi kafe, edhe pizona Arjonit, Arjona po vjen me pi kafe, hajde po vjen me pi kafe ju. Na jena nis rrugës me shku me pi kafe, na ka thirrë në telefon, hajde merrem se po veç tash. Tash na po kthehëm te njëjtës rrugë, po në drejtim të kundër po shkona për marrëm për shembull Arjon. Edhe banëm një kthim kthim gjysmë rrethor. Si bëhet kthimi gjysmë rrethor? E kam shpjeguar edhe në videot e tjera, prej shiritit të majtë, duke i kryer veprimet mas pari për ndryshim shiriti, ndryshona shiritin, kalona nga shiriti djathtë në shiritin e majtë. Henëm na për rrotullim shiritin e majtë, dolëm për rrotullimit shiritin e majtë duke paralajmëruar me tregues të drejtimit, e për cilën u kry vija plot
prap e ndryshona shëritin, nga shëriti i majt kalona në shëritin e djathtë që jena të obliguar na për ndryshim shëritit. Pasqyre mesit, pasqyre jashtme, konde vdekur treguese. Kujdes. Hajde bashkë.